Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund një zgjidhje e thjeshtë dhe natyrale. Hani këto ushqime për të ulur sheqerin e lartë në gjak. Hiperglicemia është zakonisht e madhe te njerëzit me diabet, dhe nëse sheqeri i lartë në gjak nuk trajtohet për një kohë të gjatë, mund të dëmtojë nervat, enët e gjakut, indet dhe organet. Hiperglicemia e rëndë mund të çojë gjithashtu në një ndërlikim akut të rëndë dhe kërcënues për jetën. Ketoacidoza, veçanërisht te njerëzit me diabet që marrin insulin ose te njerëzit që nuk janë diagnostifikuar me diabet të tipit 1. Sheqeri i lartë në gjak pa diabet mund të ndikojë gjithashtu edhe në sulme të papritura të shëndetit. Kushdo mund të përjetojë glukozë të lartë në gjak, madje edhe njerëzit që nuk kanë diabet dhe efektet nga ndonjëherë quhen sulme ndaj sheqerit. Për shumicën e njerëzve pa diabet, diapazoni normal i glukozës në gjak është midis 70 mg për decilitër dhe 100 mg për decilitër midis vakteve. Ky diapazon quhet niveli i glukozës në gjak ESL. Edhe pa diabet, nuk është e pazakontë që nivelet e glukozës në gjak të rriten mbi kufij normal në momente të caktuara. Në fakt, një rritje e niveleve të glukozës në gjak është një reagim normal pas një vakti. Pas ngrënies, trupi ka më shumë glukozë. Një pjesë e glukozës përdoret menjëherë dhe një pjesë ruhet për më vonë. Por ndërsa trupi përpunon këtë furnizim të ri me energji, ajo qarkullon në qarkullimin e gjakut. Niveli i glukozës në gjak pas një vakti quhet niveli i glukozës në gjak pas ngrënies. Për njerëzit pa diabet, një lexim tipik i glukozës në gjak pas ngrënies është rreth 140 mg për decilitër ose më pak rreth 2 orë pas një vakti. Simptomat e sheqerit të lartë në gjak te njerëzit me diabet sipas Healthy Side janë: simptomat e hershme të hiperglicemisë, renditësi, etje e shtuar ose uri e shtuar, urinimi i shpeshtë, dhimbje koke, shikim i turbullt. Simptomat të hiperglicemisë afatgjatë janë: lodhje, humbje peshe, infeksione, sidomos edhe ato të lëkurës, shërimi ngadaltë i prerjeve ose plagëve, dhe simptomat e sheqerit të lartë të gjakut te njerëzit që nuk kanë diabet. Mund të vini re gjithashtu një rritje të energjisë ose të vigjilencës, por kjo ndonjëherë është jetë shkurtër. Ushqimet të cilat ulin sheqerin në gjak janë nga më të ndryshmet, por sipas Healthy Side do të rendisim disa prej tyre në këtë video. Ushqimet që han luajnë një rol të madh në mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak dhe të qëndrueshëm. Opsionet që kanë pak karbohidrate, më shumë fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe në kontrollin e oreksit. Shtimi i ushqimeve si qiqrat, manaferat, faraçia, mollë dhe vezët e ziera fort në dietën tuaj mund të jenë të dobishme për uljen e niveleve të sheqerit në gjak pas një vakti. Sipas Healthy Side, këto janë produktet më të mira ushqyese të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja për të balancuar më mirë edhe luhatjet e sheqerit. Bajamet. Arrat, si bajamet, përmbajnë yndyrna të shëndetshme të pangopura, të cilat sipas ulluntimeve ndikojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, duke kufisuar rezistencën e insulinës. Disa kokra, pra rreth një grush në ditë, janë më së të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët. Molla. Mollët janë një frut i ëmbël me indeks të ulët glicemik që nuk shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Fibra në mollë nuk e rrit sheqerin në gjak si karbohidratet e tjera. Ngrënia e një molle para një vakti mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, veçanërisht te njerëzit me intolerancë ndaj glukozës, e cila është një shenjë e prediabetit ose diabetit që shoqërohet me sheqer të lartë të gjakut. Qiqrat. Bishtajore si qiqrat janë të pasur me proteinë që mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak gjatë vakteve. Një dietë me indeks të ulët glicemik dhe e pasur me bishtajore mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak të njerëzit me diabetin e tipi 2 dhe të përmirësojë qarkullimin e përgjithshëm të sheqerit në gjak. Për më tepër, qiqrat kanë më shumë proteina sesa bishtajet e tjera, të cilat mund të ndihmojnë në luftimin e efekteve të karbohidrateve dhe sheqerit në gjak. Kokoshkat. Si drithrat e plota, kokoshka shoqërohen me kontrolle më të mira të sheqerit në gjak. Konsumi i drithrave të plota, siç janë kokoshkat pa gjalp dhe yndyra të shtuara, mund të ulë nivelin e sheqerit në pas vaktit.
Volontimet tregojnë gjithashtu se një dietë e pasur me drithra të plota mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të zhvillimit të diabetit të tipit 2. Vezët e zjera fort. Vezët e zjera fort janë një meze ideale për kontrollin e sheqerit në gjak. Janë të pasura me proteina dhe kanë një përmbajtje të kufizuar të karbohidrateve. Ky kombinim i lëndëve ushqyese ndihmon në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak dhe lejon një ndjesi të ngopjes më të gjatë. Disa studime tregojnë se ngrënia e një veze të madhe të zjerë fort në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit të tipit 2. Farat chia. Farat chia përmbajnë fibra, proteina dhe yndyrra të shëndetshme, lëndë ushqyese kyçe për kontrollin e sheqerit në gjak dhe të oreksit. Farat chia kontribojnë në ndjesinë e ngopjes për një kohë më të gjatë. Manaferat. Ndërsa frutat e tjera si bananet mund të shkaktojnë një rritje të sheqerit në gjak, manaferat mund të ndihmojnë në përmirësimin e këtij niveli pas një vakti. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të moderuar, sigurisht që do të japë një efekt më të mirë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Ullinjt. Ullinjt janë një mundësi e shkëlqyer për të ruajtur nivele të shëndetshme të sheqerit në gjak sepse janë një ushqim me indeks të ulët glicemik dhe me pak karbohidrate. Ato përmbajnë yndyrra të shëndetshme që ruajnë nivelin e energjisë dhe mbështesin ndjeshmërinë e përmirësimit të insulinës, e cila ndikon në kontrollin e sheqerit në gjak. Yndyrrat e shëndetshme në ullinj ndihmojnë ngadalësimin e tretjes, e cila ngadalëson thithjen e karbohidrateve. Parandalon një rritje të papritur të sheqerit në gjak, ofron ngopje më të gjatë. Kosi gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për të shtuar në dietën e diabetikëve. Kosi i përgatitur vetë në shtëpi njihet si një burim i pasur i proteinave. Zgjedhjet me pak yndyrë dhe pa sheqer të shtuar mund të jenë ushqime ideale për luhatjet e sheqerit në gjak. Për të parandaluar rritjen e sheqerit në gjak, kombinoni proteina si vezët, mishi, peshku ose kosi pa yndyrë, me ushqime të përmbajtura me fibra si zarzavatet me gjethe, avokadot, arrat, farat, bishtaja dhe manaferat. Kombinimi i këtyre ushqyesve do të japë rezultate të mira në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrra njihen për të përmirësuar kontrollin e sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyrore ditore si çaji i yeshil ose çaji i zi, përsa ko është rreptësisht çaj pa shtuar sheqer në të. Patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por manifestohen edhe në dietën tuaj me ndikime të forta. Por fatmirësisht na është dhënë një patate e cila ka përfitime të mira për shëndetin. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani patate të ëmbla. Tërshëra. Tërshëra ndihmon trupin tuaj të ngadalësoni shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ato janë të ngarkuara me fibra. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe një mënyrë jetese më të shëndetshme. Një produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën e diabetikëve është edhe kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zvendësues i mirë i sheqerit në ëmbëlsira. Studime sugjerojnë se ajo mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Shparaguj. Shparagujt mund të zvogëlojnë rrezikun e shumë sëmundjeve përfshirë diabetin në tipit 2. Është sugjeruar se mund të rrisë edhe prodhimin e insulinës. Çokolata e zezë. Pra aq kohë sa është ekstra e zezë sa më erët çokolata, aq më pak sheqer. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon rezistencën e insulinës. Spinaqi. Spinaqi është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët, sepse spinaqi është shumë më i mirë në sallata. Farat e linit. Tre nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuarat e farat e linit, yndyrna të shëndetshme, fibra dhe proteinat. Kosi i thjeshtë i përgatitur vetë në shtëpi do të japë një mbrojtje më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Kosi pa yndyrë është një ushqim super. Është sugjeruar se kosi zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Avokado. Avokado ka aftësinë për të ulur sheqerin në gjak dhe gjithashtu lufton sëmundjet e zemrës. Kale.
Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë, zvoglon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe ul nivelin e sheqernave të tipit 1. Brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabet, është ndoshta brokoli. Ai përmban një përbërës të veçantë që natyrshëm lufton diabetin dhe kontrollon nivelin e sheqerit në gjak, madje mbron edhe nga sëmundjet e zemrës. Fasulet. Fibrat për një diabetik, fibra është pjesë e rëndësishme e dietës dhe fasulet janë një nga burimet më të mira. Fasulet me bazë javore mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës në gjak. Vetëm mos e egzagjeroni me sasinë. Manaferat. Çdo lloj kokre e kuqe është një burim i mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2, manaferat mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe për tipin 1 mund të nivelojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ato janë gjithashtu të pasur me antioksidant dhe me fibra. Peshku. Peshku është një nga burimet e proteinës më të shëndetshme në dispozicion, dhe siç dihet për shumicën e diabetikëve, proteina është vendimtare për një mënyrë jetese më të shëndetshme. Ashtu si arrat dhe farat, peshqit janë të pasur me omega 3, yndyrna të shëndetshme që njihen për uljen e rrezikut të problemeve në zemër. Farat. Ato janë të pasura me yndyrna të shëndetshme si omega 3 dhe kanë pak karbohidrate dhe përmbajnë një burim të mirë të ekurit. Farat e lule diellit janë një zgjidhje e mirë, por farat e kungujve janë edhe më të mira për të shtuar në dietën tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin. Për çdo shqetësim që mund të keni, konsultohuni me mjekun tuaj dhe zgjidhni produkte që ju përshtaten më mirë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.